Samiti për planin e rritjes të Bashkimit Evropian për Ballkanin Perëndimor u mbajt në Tiranë në koqiri i takimit kryeministit i Shqipërisë Edi Rama tha në fjalën e tij të hapjes së rajonit të Ballkanit Perëndimor meriton të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, ndërsa komisionera evropiane për zgjerim Marta Kos tha se Europa nuk mund të jetë e sigurt pa Ballkanin Perëndimor. Kryeministi i Serbisë Gjuro Macut mori pjesë në samit, i cili deklaroi se Serbia është në rrugën e duhur në procesin e antarësimit të Bashkimit Evropian, se është koha që më në fund të hapet grupi 3 dhe se pagesat nga plani i rritjes priten në tremujorin e parë të vitit 2026. Kosova u përfaqësua nga kryeministri në mandatin teknik Albin Kurti. Në manastirin e kryengjëve të Shenjtë pranë Prizrenit, dhurata perandorit Dushan në pranitë rreth 100 besimtarëve u kremtua festa tempullit të Aranxhelovdanit. Liturgjia u shërbye nga kryengjëll Isidore dhe bashkë celebrimin e Murgut Mihajlo dhe klerik të Aparkisë së Rashko Prizrenit dhe atit Prokopia nga Mali Zi. Kryengjëlli Isidor uroi Murgun Mihajlo dhe lavdin për ditën e emrit të tij dhe tha se Zoti dhe të gjithë shejtorët janë të pranishëm këtu dhe ky tempull i ngjall pathyeshëm nuk mund të shkatërrohet nga koha ose njerëzit. Besimtarët erdhën në kremtimin e lavdisë së tempullit nga rajone të ndryshme dhe kjo ishte veçanërisht emocionuese për ata që dikur jetonin në Prizren. Profesori universitar Kol Krasniqi deklaroi se zgjedhjet në Kosovë me 28 dhjetor do të ndryshojnë ekuilibrin politik, si dhe fushata zgjedhore do të përqendrohet në çështjet e sigurisë kombëtare dhe politikës së jashtme, ndërsa çështjet e brendshme do të mbetet tema periferike. Krasniqi për Kosova Online theksoi se dështimi për të votuar qeverinë e propozuar nga Glau Konjufca konfirmoi edhe një herë fragmentimin e skenës parlamentare dhe mungesën e kohezionit midis bllokeve politike, gjë që çoi në thirrjen e presidencës së Kosovës Vjosa Osmani për shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme. Zëdhënësi i Komisionit Qendror Zgjedhor të Kosovës Valmir Elezi tha se ka vetëm 37 ditë për organizimin e zgjedhjeve parlamentare, ndryshe nga zgjedhjet parlamentare në shkurt dhe zgjedhjet lokale në tetor dhe nëntor. Afati i fundit për subjektet politike për të paraqitur listën e kandidatëve për deputet, kohëzgjatja fushatës zgjedhore, regjistrimi dhe votimi jashtë Kosovës, koha për deklarimin e koalicioneve dhe të gjitha aktiviteteve të tjera zgjedhore do të organizohen në një afat kohor shumë të shkurtër, i cili do të vendoset së shpejti, tha Elezi. Ai më parë tha se Komisioni Qendror Zgjedhor nuk ka as fonde të buxhetuara për zbatimin e zgjedhjeve të jashtëzakonshme. Analisti politik Nejmedin Spahiu thot se Mitrovica ka rëndësi më të madhe gjeopolitike dhe strategjike se sa Prishtina dhe theksoi se kushdo që kontrollon Mitrovicën kontrollon të gjithë Kosovën. Ai shpreson se kryetari i ri i Mitrovicës së Jugut do të jetë më i zgjuar dhe do të krijojë marrëdhënie me komunën veriore, sepse është në interes të dy komunave të bashkëpunojnë. Studiuesi i studimeve të sigurisë Nikola Vojinović theksoi se Albin Kurti, duke ushtruar presion mbi komunitetin serb në veri të Kosovës, u propozoi të siguronte marrjen e pushtetit në Mitrovicën e Jugut dhe se fitoria në zgjedhjet ishte e rëndësishme për të në mënyrë që të justifikonte veprimet e tij politike. Aleksandar Rapa, ish drejtori i programit të organizatës jo qeveritare Qendra për përfaqësimin e kulturës demokratike në Mitrovicën e Veriut, vlerësoi se Albin Kurti llogariste në mbështetjen e shqiptarëve në Mitrovicën e Jugut dhe se votuesit atje e shohin atë si dëkël që i bashkon qytetin. Para 30 vite, me 21 nëntor të vitit 1995, u arrit një marrëveshje që i dha fund luftës në Bosnë e Hercegovinë. Marrëveshja pas u inicua në bazën e forcave ajrore në Dayton, ku u zhvillua negociata 3 javore, u nënshkruame në fund me 14 dhjetor të vitit 1995 në Pallatin Elysée në Paris.
Përveç vendosjes së paqes, marrëveshja Daytonit krijoi dy entitete me fuqi të mëdha në Bosnë dhe Hercegovinë, Republikën Srpska dhe Federatën e Bosnës dhe Hercegovinës, dhe 3 dekada më vonë zbatimi i dispozitave të marrëveshjes mbikëqyret nga një përfaqësues i lartë i Bashkisë Ndërkombëtare. Moti të shtunën dhe të dielën do të jetë me vranësira dhe shumë i ftohtë me breshër dhe borë, ndërsa do të ketë rreshje shiu në jug dhe juglindje të vendit. Javën e ardhshme pritet një ngritje e dukshme e temperaturës me erë të fortë juglindore dhe me vranësira të shpeshta me rreshje. Temperatura nesër do të sillet nga 1 deri në 11 gradë Celsius.